Zoti Islami, ka pasur një moment kur Mark Rutte tentoi që të vendosë një urë komunikimi mes presidentit amerikan Donald Trump dhe Edi Ramës, duke i treguar Trumpit se si Edi Rama kishte ardhur në takim me atlete ndryshe nga përfaqësuesit e tjerë të vendeve të NATO-s që ishin me këpucë, dhe Trumpi e injoroi komplet. Çfarë do të thotë në këtë rast? Po patjetër, ajo është një gafë e Mark Rutterit, është një gafë, është një budallët, po është dhe një denoncim i Edi Ramës, që ti thot, shikoj se kush kërkon të takohet me ty i nderuar president amerikan. Ja një klon cirku, ja një charlatan, ja një karagjos, ja një shtëpem, një klon cirku, as më shumë as më pak. Pra, ai e ka injoruar dhe e ka injoruar në një mënyrë të tillë që e pa gjithë globi, e pa dhe vetë karagjozë shqiptare Edi Rama se cili vendi i tij tek burrat e shtetit që komandojnë NATO sot. Po është fatkeqësi që ai drejtori Shqipërisë sot del ai të përfaqësojë Shqipërinë në NATO. Është turp për Shqipërinë, është turp shqiptar. Është turp po vëllezër shqiptar. Po ju deputet të parlamentit shqiptar. Ai kuptoni që po na nxjini fytyrën ju, jo Edi Rama, se ai nxirr është. Po na nxjini ju. Ju që thoni do të Partia Socialiste shtyp, të merr të keqen Partia Socialiste. E morët vesh se të bën atë të hatin që shkruhet. Zoti Islami, a vjen ky reagimi Trumpit në një kohë kur në Shtetet Bashkuara të Amerikës një prej kongresmenëve ka kërkuar hetim për lidhjet e qeverisë shqiptare me trafikun e drogës dhe se si qeveria shqiptare ka lehtësuar trafikun ndërkombëtar të drogës? Apo vjen tashmë pak nga pak goditja nga Amerika dhe apo vjen ai ultimatumi i madh amerikan në kuptimin qoftë diplomatik, por qoftë edhe në mënyrën siç e mori vetë Sali Berisha? Jo, zotëri, unë lidhur me politikën amerikane ndaj Shqipërisë kam për të thënë këto gjëra. E parë, Amerika nuk interesohet për jetën e popullit shqiptar dhe për shtypjen dhe për diktaturën që është vendosur këtu, po interesohet për të goditur drogët, narkomanët dhe tregtinë e drogës. Mua ajo droga nuk më prish punë mua, se unë s'merrem me drogë dhe i prish punë Amerikës dhe atyre që janë andej matan, grupit Sinaloa, më që thash. Mua më duhet që Amerika të më ndihmojë për të hequr diktaturën dhe diktatura sot është ulur këmbë kryq në Shqipëri. Është rivendosur diktatura e Enver Hoxhës. Dhe Amerika të pozicionohet zotëri, do e heqë këtë diktaturë apo s'do e heqë? U tha që do vi ambasadori amerikan generali dhe nuk po vjen. Mosarbi ati akoma është shumë shqetësuese për mua. Po ajo kërkon kohën e vet për të vendosur në Shqipëri. Ideja është që mënyra se si Amerika i trajton çështjen në raport me Shqipërinë, edhe pse ne jemi një vend i vogël, ka të bëjë shumë në aspektin e goditjes së trafikut drogës dhe duke goditur lidhjen e qeverisë shqiptare me trafikun e drogës, a do të thotë në këtë rast edhe fundi për Edi Ramën? Zotri, atë që kërkojnë që thoni ju për të goditur qeverinë shqiptare nëpërmjet goditjes së tregtarëve të drogës, ajo është që ta marrësh veshin kështu. Jo zotri, e ka drejt, e ka kollaj ta kapi kështu veshin qeveria amerikane. Ti thot si zotris, ke narkoman, ke një oligarki trafikantësh dhe hajdutësh dhe kriminalësh që merren me Sinaloan e Meksikës. Ka vajtur thuhet, si që thanë media, nuk e di sa është e vërtet, që pas ka marrë kontakt me ky Taulant Balla me Sinaloan, nuk e di sa janë të vërteta. Këto pam në këto rrjete sociale. Jo, nuk ka një lajm zyrtar të tillë ose investigim. Urdhë? Nuk ka një investigim konkret për këtë çështje. Po, prandaj thash që nuk e di sa është e vërtetë, të marr përsipër. Por fakti që Amerika i mëshon problemit më shumë luftës kundër drogës, se sa luftës kundër krimit organizuar në Shqipëri dhe grabitjes të pronave shqiptarëve, se po grabiten pronat ditë për ditë dhe duhet të them një tjetër që ta dinë mirë shqiptarët. Po bëhet luftë klasash e mirë fillt, nuk bëhet më me agitacion propagandë, po bëhet duke u rrëmbyer pronat kundërshtarëve politik. Duke edhe jo rastësisht krye hajduti, krye gangsteri shqiptar, gangster s'është ai, po krye hajdut xhepash, Edi Rama luftohet, mori ASK-n, Agjencinë Qendrore të Kadastrit në
varësitë të tij dhe dalin mbi vendosje me dokumentat falsifikuara. Nuk keni idenë se çfarë po bëhet në kadastër. Më ka ardhur dje një dokument që ishte i korrigjuar në fakt. I korrigjuar emri, duket qartësisht i korrigjuar. Dhe kadastra nuk ndihet për këtë, po i ka dhënë atë certifikatin e pronësisë me emër të korrigjuar. Këto s'kan bërë vraki. Po këta kujtojnë se nuk merren vesh. Merren vesh zotëri, na vijnë aty se kemi punën tillë që na i sjellin. Pra, kemi të bëjmë me një grup të strukturuar hajdut kriminal, të cilin qeveria amerikane duhet ta denoncojë. Zot Islami, një episod tjetër ka ndodhur në Ankara të Turqisë ku Edi Rama nuk u prit në aeroport nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, duke e lënë atë të kretë vetëm në aeroport. Çfarë mesazhi ka dhënë në këtë rast Erdogani Edi Ramës? I ka thënë që qëro mos hajde më në Turqi. Kjo është e qartë, kur nuk të ftoni zoti i shtëpisë, ne ka ca rregulla që një gjithë bota. Jo ne dhe turqit dhe evropianët që kemi kulturë dhe kemi trashëgimi historike, po dhe ata papuat e Australisë dhe ata po së ftuan, po vajte pa ftuar nuk ta vaj. Ky është, këtë duhet shikojnë shqiptarët dhe këtë duhet ta shikojnë mirë, ta lexojnë mirë atë pritje, ta lexojnë mirë deputetët që aktualisht mbajnë kartonat e Kuvendit Popullor. Dhe po ju them më me qetësi tani, më me ngadalë, më me njerëzillok. Si jam i detyruar të them kështu, i largohuni, jepni dorëheqjen, ose shkëputuni nga një grup parlamentar. Jo të bashkoheni me këtë tjetrin se këta që ju bashkini, po shkëputuni që ati të hiqet e drejtat që të jetë majorancë dhe të dorëzoj pushtetin. Dhe të përgatitet vendi, krijohet qeveria teknike siç është kërkuar, se këtë kërkon protesta. E nuk kërkon protesta që të krijojnë qeveri teknike për me pësën. Jo, protesta kërkon që të krijohet qeveri teknike pa pjesëmarrjen e asnjë nga këta politikanë. Prandaj u them politikanëve, këtyre parlamentarëve, ikni mos e fusi, se dëgjoni, edhe një po ju them. Shqiptarët nuk u harrojnë çfarëdo që të bëni. Edhe në vrim të mirë të futeni do t'u gjejnë. Jeni të sigurt për këtë. Zoti Islami, ke ardhur në një pikë të rëndësishme, duhet të thënë, sa i përket rolit të deputetëve, veçanërisht atyre të Partisë Socialiste. A e shikoni mundësinë që një grup deputetësh të shkëputen nga ajo vija ideologjike, po themi thonjza që i mban të rreshtuar Edi Rama pas tij, dhe në një moment caktuar të kërkojnë mocion mosbesimi për ta rrëzuar atë në kuvend? Ata nuk ka nevojë fare të kërkojnë mocion mosbesimi, mjafton të bëjnë dorëheqje nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, të dalin grup më vete. S'ka nevojë të bëjnë mocion mosbesimi, se me mocion mosbesimi e voton pjesa tjetër. Sikur gjysma e tij tiki, shkon gjysma e PD-s dhe e mban atë në pushtet. Jo. Të shkëputen 15-20 deputet që dalin më vete, që prishet majoranca atje, dhe automatikisht kalojmë në atë që themi zgjedhje, në krijimin e një qeverie provizore për të përgatitur vendin pastaj për zgjedhje të rregullta, të ndershme, ashtu siç është kërkuar nga qeveria teknike e ndërtuar. Dhe unë se kuptoj pse vonojnë amerikanët, se ata vetë kanë dërguar aty. Derisa e kanë dërguar aty, atëherë duhet t'i japin pushtetin të krijohet qeveria teknike me qëllim që të prishet kjo strukturë poshtë kriminale slavos komuniste. Zoti Islami, në këtë rast, në këtë rast çfarë është duke bërë Elisa Spiropali dhe Erion Braçë në këtë lloj situate? Gjëra pa vlerë. Pa peshë. S'ka peshë. Asnjëri as tjetër s'ka peshë. Po mirë, nuk ka personalitetet të tilla Partia Socialiste që ta kundërshtojë Edi Ramën dhe t'i thotë mjaft më? Ato personalitete që ishin vërtet personalitete të asaj partie, Edi Rama i ka eliminuar që para 7-8 vjetë sa u bën, se ka nikur të tëra. Dhe Edi Rama ka mbajtur rreth vetes vetëm njerëz që ka komprometuar dhe nuk rrin për arsye ideologjike me Edi Rama, ata i nderuar gazetarë. Ata me Edi Ramën rrinë sepse janë ushqyer prej Edi Ramës dhe kanë ngrënë atë lugën me çorb të prishur dhe tani janë detyruar ta mbajnë të jetën.
Ta janë, kjo i mbana dhe. Megjithatë unë them nuk është vonë, keni bërë që keni bërë, erdhë si erdhët, u ndodhi si u ndodhi, ose u ndodhë ku ndodhët, qa kushe e keni kohën në dispozicion plotësisht që ta shkarkoni këtë njeri, këtë turp kombëtar që na është ngjitur si mastic në këpucë për të nëse të gjithë populli. Dhe të shpëtoj Shqipëria, të shpëtojnë shqiptarët, të kthehen emigrantët, të kthehet pronat e Zoti, të rivendoset qetësia në këtë vend të stërmunduar dhe të anullohen të gjitha marrëveshjet që ka bërë me Çiputut. Zoti Islami, si e shikoni fatin e protestës dhe kush mund të jetë ai lider që mund të marrë drejtimin e protestës? Dhe e shikoni Dritan Goxha një figurë përbashkëse në këtë rast? Jo, është shërbëtor i njërës nga partitë e di vete ku është punë për të, kam thënë kam konflikt interesi me të nuk flas. Ku e bazoni këtë gjë? Se s'ka një fakt të tillë, ku e bazoni? Po pse çfarë fakt do t'i kuraj nuk del të tregoj se çfarë është ka përfaqësor? Ç'është do fakti? Të përfaqësor, më kush e ka vënë atje? Po. Kush e ka vënë atje? Ka që thjesht. Jo atë, po të 15. Çfarë hapi duhet ndërmarrë sipas teje? Hapi i skyt që ajo protesta të vazhdoj deri në shkarkimin e qeverisë. Jo të Edi Ramës, të qeverisë, të parlamentit. Jo të Edi Ramës, të parlamentit. Dhe ajo kërkesa, ajo që thonë Ramanburg, Berishanburg, ajo është për të shpëtuar partit. Do më në heqim krerët, po partit i kemi. Jo, kriminalit më të mëdhej janë në partit e tyre. Ata i kanë bërë krimet në Shqipëri. Dhe ata duhet të qërohen nga politika. Po si bëhet kjo, do me thënë, si mund ta bëjnë protestuesit një gjë të tillë? Cilat janë ato aksionet konkrete që duhet ndërmarrin në këtë rast? Shkrirja e parlamentit, presidenti i Republikës e ka në dorë është detyrim kushtetues i tjerë. Po nuk e bën ai. Urdhë? Po nuk e bën. Po do ta bëj se s'bën ai se, o do ta bëj do t'ja bëjnë pastaj. Po se bën se është në urdhrat e Edi Ramës, siç thoni edhe ju. Unë po ju them që ai këtë duhet të bëj, që të shpëtojnë vendin nga Gjakderdha nga 97-2. E ka ai për ta bërë këtë. Do apo s'do do ta bëj me një këmbë duke hedhur valle. Dëgjoti president, se ty të vuri president Edi Rama. Ceremonjes dhe zbato kushtetutës e je roja e kushtetutës. Ti je gardiani i kushtetutës. Dhe kushtetuta këtu është shkelur me 4 këmbë. Është shkelur në 1, 2 dhe 3 kushtetutës. Janë denoncimet e gjykatës kushtetuese. President, të lutem edhe një herë, nuk të lutem, jo, të kërkoj. Kërkoj, jo lutem. Lutemi Zotit, ty të kërkoj të zbatosh kushtetutën dhe të dalësh zot vendit. Dil me faqe të bardhë nga ajo pozit ku je. Dil me faqe të bardhë nga ajo karike që je, mos e nxin veten dhe mos u bë bashkëfajtor me Sinaloën e Tiranës.